Ja çfarë ndodh me trupin tuaj kur konsumoni 2 banane në ditë. Të gjithë duam të jemi të shëndetshëm dhe për këtë duhet të konsumojmë sa më pak ushqime të konservuara. Një nga ushqimet që parandalon probleme të shëndetit është edhe banania. Ky frut është i pasur me vitamina dhe me vlera ushqyese dhe fibra. Duhet të dini më shumë rreth këtij fruti. Bananet ndihmojnë në luftën kundër depresionit. Ato përmbajnë triptofanin i cili konvertohet në serotonin nga trupi jon. Ky proces konvertimi na ndihmon të relaksohemi dhe të ndjehemi më të lumtur. Ato janë shumë të mira edhe për flokët. Bananet thuhet se janë të pasur me kalium, vajra natyral, karbohidrate dhe vitamina të cilat ndihmojnë në zbutjen e flokut. Mbrojnë gjithashtu elasticitetin e flokut dhe pengojnë ndarjen e tyre. Bananet janë një burim i mirë i energjisë dhe nëse merreni me palestër, konsumoni 1 deri në 2 banane përpara palestre. Bananet ndihmojnë edhe kundër problemeve të anemisë dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në tensionin e gjakut, citojnë ekspertët e Eating Well.